A jeni takuar me zotën Abdixhiku që është raportuar media? Po, jemi takuar. Kemi pas takim shumë të mirë. Kemi biseduar gjitha temat, ka qenë kemi pas një bisedë shtërruese edhe mund me thotë që ka qenë një takim jashtëzakonisht i mirë. Çfarë nuk kupton me shtërruese zoti Limaj? Gjitha temat do të që preokupojnë Kosovën, ato që kemi përgjithësi, kemi biseduar për zhvillimet në Kosovë, prej zhvillimet të politike, ekonomike, rajonale, angazhimet tona, si me thanë, obligimet që duhet me kry, të që ka qenë një bisedja jashtëzakonisht e mirë, kemi lanë të bisedojnë. Shënë kjo e rëndësishme që në shumë drejtime kemi një kënd vështrim të zhvillimeve, edhe rëndësishme që po ndodhin takimet dhe këto takimet në bisedë dhe ju kuptan që një takim në zive, për rëndësishme që ne do të vazhdojmë takomi, edhe ne nuk mund t'i zgjidhim vetë problemet, ne shprehim vullnetin tonë nga dëshmërim, duhet të jenë edhe të tjerët, po besoj që është rruga që duhet të ndiqet për tema të rëndësishme. Unë po shpreh edhe shpreh, ju dini javën e kaluar kam folur për shqetësimet e mia në ekonomi. Problemet e ekonomisë që ballaqohet vendi. Sot po të më shpreh shqetësimet nga gjithë ato informata që unë kam përveç problemeve që folëm në javën e kaluar për ekonominë, pozicionin e Kosovës, shqetësimi tani imi është edhe po rritet çështja e sigurisë. Çështja e sigurisë. Ka përshtypjen që shumë lehtë po marrim gjërat rreth nesh. Nëse Kosova vazhdon të mbetet kështu si është, ka morrit shkalla e pasigurisë në vend. Për Kosovë. Kështu që jam i shqetësuar shumë edhe për situatën e sigurisë në vend. Dhe shpresoj që edhe kolegët tjerë e kuptojnë edhe ndajnë informatat e mia që duhet të veprojmë shpejt sepse situata e sigurisë mund të komplikohet. Në çfarë kuptimi mund të komplikohet? Në kuptimin që po shihim në rajon, bota është rrezuar, ajo është rrezuar. Ne nuk mund të sillemi në një vend rahat, duke ditur që plot rreth nesh kemi që punojnë e mohojnë shtetin dhe punojnë që ky shtet ta çbëjnë, siç e dini ju. Edhe haptazi. Po shihni mesazhet që na vijnë nga Shqipëria. Dhe nga një herë habitem edhe shoh se me sa lehtësi i kalojmë këtë tema dhe nuk na bën përshtypje. Kosova nuk guxon me nga në situatë e mos me lezu drejt të zhvillimet, e marrin moment në tonë, sikur që dim ne në fund. Mund të tentojmë me reagu. Siguria nuk punohet ditën e fundit. Ajo është për çdo ditë investohet në të. Investimi njerëzor, intelektual, përkushtimi jonë ndaj vendit tonë, serioziteti jonë në tema të ndryshme. Çojmë mesazhin bazuar në gjitha këto që po thoni. Rëndësinë që ne me qenë pak më vigjilent në ato çfarë po ndodhen në situatën gjeopolitike në përballë aspektit të sigurisë. Pse s'ka kompromis nga asnjë raport, se çka është rëndësishme çështja e sigurisë së vendit. Po mendona përmes juve. Po mendona përmes juve me ngritur temë. A keni folur për qeverinë e unitetit? Si më thonë, veç po se shumë rëndësishme pyetja që ta përfundoj. Dhe me çutë veshjet të agenda. Me pa që nuk fillon e nuk përfundon. Interesi jonë, asë është misioni ynë, cila parti po fiton më shumë këtu. Misioni ynë thelbësor e kryesor është çështja e Kosovës. Saktë, pozicioni i Kosovës. Kompromis, pa asnjë raport, se nuk është interes i një partie Kosovë. Prandaj apeli e me dhe kërkesa e me dhe angazhimi e siç po shihni është me arrit çeti ku duhet me marrë. Po kjo thash. Ka sinjale, kur mundet me ndodh kjo? Unë kam edhe këtë angazhimin tim. Këtë angazhimin tim. Ne secili ka. A nuk kupton kjo votim ndryshe sot në kuvend? Jo, kjo nuk kupton. Kjo kupton marrëveshje. Nuk është çështje votimi, se me marrëveshje. Ai do të ishte një hap i parë bllokimit të asaj çfarë ndodh 34 vazhdim të seancave. Dëgjoni, nuk shbllokon kur gjet nëse s'ka marrëveshje politike. Vendi funksionon me një shumicë parlamentare, e cila e merr përgjegjësinë për drejtimin dhe ndërtimin e institucioneve. Dhe aty tjenë... Sa gjatë mund të pritet për një marrëveshje, zoti Limaj, ju jeni takuar bashkëmisht me zotin Kurti si me thonë, po ja, konfirmu që... Angazhimi jam është, tashmë është i njohur në këtë drejtim. Pres që edhe kolegët nga parti tjera të jenë në nivelin e përgjegjësisë. Qeveria unitetit, qeveria e opozitës, a ishte temë që... Po, ka qenë edhe kjo temë interesante, kemi biseduar.
kemi biseduar edhe besoj që edhe në ditët në vijim do të takojmë dhe të shëllojmë me ty tjetër. Do takoni Tani jam i hapur për të takuar. me zotin Kurti? Jam i hapur më takuar. Jeni takuar? Jam i hapur, jo se fundi thash. Me Haradinaj? Me gjithë jam i hapur më takuar, natyrisht. Për tema të tilla nacionale. Pa dyshim që po. Shishën e vërë se këtu nuk ka çështje disponimeve dhe moment personale. Ne kemi një përgjegjësi për te vetës. Ne nuk përfaqësojmë të vetëm, edhe unë në tonë personal. Ne përfaqësojmë diçka më tepër. Kush nuk është i gatshëm me pa çka përfaqësojmë atëherë është këtu nuk ka vendin. Atëherë kam në vendin e gabuar. Ne nuk vim këtu për ego tona. Ne nuk mundemi të bëjmë politikë në bazën e egove edhe të principeve private. Ne kemi një përgjegjësi pak më tepër.